Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Jemi me Klodian Murati, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Super mirëmëngjes. Mirë, me energji të mirë. Energji. A jesi ata, shiko se yoga tani ka shumë spiritualizëm brenda vetes. Patjetër. Zgjohet shpirti jot herët në mëngjes, si e ke? Zgjohesh me diellin apo nuk je tek ajo kategori? Dgjoj, nuk jam te kjo kategori, por unë them që përfundimi i ditës është fruti i nisjes saj. Mënyra se si nis ti ditën, ashtu do përfundoj. Që do thotë, nëse ti nis ditën do të thënë, shi, jashtë, çfarë kohe. Janë gjëra që s'janë dorën tënde. Ti zgjedh si të nisësh, me buzëqeshje, mirënjohje, energji, të karikosh veten, të shkarkosh veten. Kjo është vetëm dorën tënde. Pëlqeu, ka të drejtë. Sepse sa e vështirë është ta bësh këtë, pa mirë. Po dëgjoj, nëse ti thua që është e vështirë është, po nëse ti thua nuk është e lehtë, pra si ato muskuj që ti ke te krahët. Kështu ke lindur ti. Po, kam genetike. Kështu që do të thotë ke stërvitur. Po, sigurisht. Ke vuajtur javën, muajin e parë, 2 muaj, pastaj të është bërë një zakon. Do të thënë, ti thua që edhe truri ka të njëjtën neuroplastik, po themi siç mund të ketë dhe muskuli, apo mendon se truri është më i vështirë për të punuar? Jo, dëgjoj tani. Mund të bëj truri çka thot muskuli apo bën muskuli çka thot truri? Absolutisht, muskuli bën, por truri i shëndetshëm është dhe në një muskull shëndetshëm. Ideja ishte që mund punohet apo jo? Po patjetër që mund punohet. Ka një gjë që njerëzit thonë një trup i shëndetshëm, mendje e shëndetshme sigurisht e dyja ajo, por unë them që brenda te ky trupi jeton mendja, jeton shpirti. Që do thotë, nëse trupi jot vuan, nuk ka se si mendja mos vuajë edhe shpirti. Absolutisht. Pra çka do thotë që nisë një herë nga ky Chelsea, ky domethënë motorri që i jep komando trupit, dhe do shikosh që nga momenti që truri jot thotë dëgjoj, sepse truri ka një gjë, është një nga organet më dembel. Nëse unë do i thoja për shembull tani që pavarësisht se jashtë doli dielli se po vija unë këtu, a kupton? Domethënë e vërtetë. Por nëse jashtë për shembull bie shi, e do thoja djema, po pa vendosur domethënë, do dalim për vrap, automatikisht nëse do lihet vendoste trurin, do thoshte, po dallaj edi, po rrie këtu se është ngrohtë, është rahat. A kupton? Por nëse ti thua jore, ti e ke pjesë të rutinës tënde, do dalësh dhe do vraposh. Dhe do shikosh që kur ti e bën këtë, thua, wow, e bëra. A kupton? Pra çka do thotë, je ti që duhet ta marrësh timonin e makinës tënde. Kush janë mekanizmat, nëse i themi do të thjesht dhe shkurt për të dalë nga këto thojza probleme, nuk e di. Jo probleme, nga këto rutina, le të themi një çik nga këto zakonet e rehatisi quajnë. Rutina problematike, sepse të çojnë në probleme në fund. Domethënë, sa zgjohesh mëngjes, ideja është të hapësh telefonin, kafe, cigare, hapësh ç'a po ndodh. Për fat keq, domethënë këtë flas gjithmonë kur bëjnë një video edhe them dy nga zakonet nuk po marr këtë cigare këto të tjerat, se kjo sigurisht, por dy nga zakonet më, domethënë smundjet më të rrezikshme sot për sot që ndodh tek pjesa më e madhe e njerëzve, dhe është e kot sepse njerëzit e di çka bëjnë, le të themi këta në thonjza të rriturit, po që këto janë më keq sepse të rinjt nuk bëjnë ato çka i themi ne. Të rinjt bëjnë ato çka shikojnë tek ne. Dhe ne shkojmë dhe i bulizojmë. Ju brezi sot, ju kështu, s'vleni, s'bëni. Pra automatikisht domethënë nga momenti që i merr një mesazh të tillë, çfarë do bëj? Do shkoj domethënë te zakonet e këqija. Dhe ti shikon të rriturit, jo më të rinjt, që zgjohen me telefonin tek jastëku, që është merr, është smundja e shekullit kjo, e marrin atë telefonin dhe fillojnë e hapin dhe shikojnë sa mesazhe kanë, kush i ka shkruar, kush i ka bërë like, çfarë komentesh, çka ndodh me lajmet, çka ndodh me gjërat jashtë, ç'a i tha ky politikës, ç'a i bëri kjo. Dhe automatikisht nëse ti e ke nisur ditën në këtë lloj forme, do të thotë se e ke harruar gjaj veten tënde. Jo veten tënde, shëndetin tënd. Dhe probabiliteti pastaj që ti në fund të ditës të jesh i gëzuar, të jesh i lumtur se ke bërë diçka për veten tënde, është shumë i vogël. Po a nuk ka qenë më përpara për shembull në vend të telefonit të lexosh gazetën? Nuk e di. Edhe ajo një lloj informimi çapo ndodh. Po dëgjoj, të paktën ka një gjë. Pse po si vështirë vëllai? Po çapo gazetën po 10 minuta lexoj gazetën, telefon mund të ngjezesh 2 orë gjysmë. 2 orë dhe nuk e kupton, a kupton? Por ka një gjë, pavarësisht se ne mbase nuk mund ta bëjmë këtu, por nëse unë do ju bëja një test se çfarë i bën telefoni, mos them domethënë trurit po trupit ton, energjisë ton, do të çuditesh. A kupton? Sepse le të shkojmë për shembull disa vite para se të dilte ky telefoni që e kanë quajtur tani këta smartphone apo çfarë? Po smartphone ta touch pra. Po, preke, po. A kupton? Të shkojmë ka ato 33 vjetat. Po. A kupton? Që kanë qenë me të shkruar.
Vetëm kaq të shkosh edhe të mendosh. Ka patur njerëz që kanë patur këtë problemet shëndetësore në sensin, për shembull, dhimbje të qafës. Le të ikim te kjo, që të kenë qafën e tensionuar apo probleme me gishtat, si edhe me përqendrimin. Nuk kanë patur, përse? Sepse ato kanë qenë vetëm kështu, shtyp. Në njëri bie 10 herë ti butonit që ta kape, ai shumë. Ndërsa sot ai thot, kape me gisht edhe bëje kështu. Tani provoje në një moment, hidhi pak ujë sipër te ekrani, edhe provo ose na ka ndodhur kur bie shi. Provo ta prekësh me gisht. Lëviz, ja bën ekrani. Përse lëviz në këtë forme? Se nuk ka më energjinë tënde. Pra, çka do thotë ai telefon që të funksionojë, të merr energjinë tënde. A kupton? Sepse ne shikojmë, themi, kemi lëkurë. Poshtë lëkurës janë muskujt, poshtë muskujve në njëri për shembull thotë, "Ok, kemi tendina, ligamenta, kemi edhe kockat." Po brenda kësaj është akoma më thellë. Brenda kësaj ka receptor nervor që vazhdimisht prodhojnë energji. Që do thotë, për çojnë dhe marrin. Dikush nga bota e fizikës do thoshte që shiko, ai reagon me prekje dhe me fërkim, dhe nëse humbet kontaktin dhe fërkimin nuk mund të funksionojë, prandaj. Po atëherë prekja dhe fërkimi çfarë është? A nuk është energji? Po patjetër është lëkurë kundër plastik. Absolutisht, pra çka do të thotë? Çdo gjë është energji, patjetër. Çka do të thotë? Të ka ndodhur që të rish me ortëra në telefon? Mua personalisht asnjëherë, por kam dëgjuar dhe një shoku im. Atëherë, po ta pyesësh, fillon dhe i djeg gishti, nuk i punon më, fillon i djeg krahu. Pra pse ndodh kjo? Ajo bateria që po shkarkon ai digjitali aty, po futet brenda tek trupi jo. Kjo është e vërtetë, kjo është e padiskutueshme. Po, kjo është një shkëmbim energjie. Ti jep energjinë tënde të mirë, ai shkarkon vetëm në Klod, na jep sa këshilla praktike. Si ta shkarkosh? Se tani është gati e pashmangshme që njerëzit do jenë në kontakt me telefon. Është vazhdim. Nuk po them se është e pashmangshme, sepse edhe po un them këtë. Supozojmë, larg qoftë, si ta heqim këtë gjithë markesë. Po, por them larg qoftë nëse të ndodh diçka në shëndetin tënd. Dhe vetë tek ai që ka një përparse të bardhë, ka një tas me kafe këtu, ka një paket me cigare, barkun 200 kg, po vetëm thjesht sepse ka këtu doktor, thot. Edhe të thot, dëgjoj. Problemi jot shëndetësor është shumë i rëndë. Dhe zgjidhe merr thot tani. O do rish me telefon kaq kohë sa rri, domethënë se ke që harxojnë edhe kohën kot, ë? Por të dish thot që shëndeti jot maksimumi 3-4 muaj e ke, se ke të gjatë. Ose thot duhet të reduktosh kohën me telefonin nëse do të jetë të shëndetshëm. Që të bësh si A do i gjeje kohën, domethënë pastaj. Patjetër, nëse do më thojë edhe 3 muaj, shiko, shqiptari ashtu reagon. Më dhan 4 muaj jetë. Ja ku ke sot pas 15 vite, i lash gjitha. Kështu që them, mos prit të shkosh deri atje. Tani, ti kthehemi pyetjes që thjesht si mund të bëjmë. Gjithë çështja është, pra, ky tasi i bukur që jeni këtu ju, që keni këtu, përjetoj eksperiencë. Super kjo. Electromagic. Okej, se pash këtë. Përjetoj, secili lexon atë anën e tij. Dhe unë them që këtu brenda kjo është bosh. E imja të paktën. Po paska ujë. Kjo është jetë. Imagjinojmë që ne kur zgjohemi në mëngjes, kjo gota këtu është bosh. Dhe brenda ne do ta mbushim me kohën e ditës tonë. Dhe unë, domthonjë, një nga gjërat më me vlerë që ne kemi në jetë është koha. A kupton? Që ke njerëz që janë bilardier, që janë mbase gati duke vdekur, do të jepte tërë pasurinë e tij nëse sot ne mund të shisnim kohën e jetës tonë. Do e shisje ti? Patjetër. Asnjëri nuk e shet. Unë personalisht nuk e shes. As edhe në 100 sekonda. E kisha shit. Është zgjedhje. Sepse, edhe unë them, këtu brenda, këtu brenda ti fut kohën e jetës tënde, por kohën, pra gjërat që ti do bësh për gjatë ditës, duhet i radhi unë personalisht, i radhis sipas gurëve. Një gurë diamanti, më i madh është më vlerë ka. Edhe them, nëse ti fut brenda që në mëngjes rrëmuj, këtu brenda, probabiliteti që ti në fund të ditës të kesh gjetur kohë për veten tënde, që është guri më i çmuar, është shumë i vështirë. Por nëse ti fut një herë në radh parë shëndetin tënd, është gjëja fondamentale. Nëse un kam një super shëndet, jam këtu sot tek ju. Nëse ju keni një super shëndet, jeni sot po bëni punën tuaj. Por nëse nuk jemi mirë, çfarë mund të bëjmë? Ja, më punën do bëjmë gjithmonë. Se kemi ardhur pa shëndet, në punë shkon edhe pa. U kolli tani. Duket sa do e ketë figurën e cigares. Jo, spiaj, as cigare, as gjë. Cigari nikotin. Vetëm hashum, abuzon të ngrënë. Okej. Pra, nga momenti që ti ke futur gurë të mëdhenj që kanë shumë vlerë për ty, atëherë ti fillon fut ato gurët e vegjël, sepse duan ato do gjejnë hapësirë. E njëjta gjë dhe me telefonin. Them, atë telefon për gjatë gjithë ditës sa herë ti e prek kot
dhe sa herë ti duhet ta prekësh për punë. Kaq. Iku ajo. E vendosën prioritete, vendosja prioriteteve. Kjo është Unë për kryesore. shembull kur dal me qenushën, pavarësisht se shikosh WhatsApp-in tim është merr, janë mbi 1000 ca mesazhe, domethënë që s'arriti lexoj dhe ja prioritet them. Unë sepse gjithë e themi ja vën fajin puna, po dhe puna ime e tillë është. Unë them, nëse do I kthej përgjigje të tërve, I bie që nuk do kem kohë mjaftueshme për veten time. Unë them, ai që do të vinë yoga, o do I bjeri telefonit, o do vi te studio. Kaq, unë nuk shkoj domethënë të rriti shkruaj tërëve që shkruajnë e bën dhe vjen keq, që ke një pjesë e madhe që më ndjekën, unë e dua shumë, ju e dini fort këtë. Përpiqem t'ju përçoni mesazh nëpërmjet videove që publikoj. Por unë nuk Klodi. qëndroj as pak më kohë që t'i përgjigjem të tërëve në WhatsApp dhe këtë I kam thënë njerëzve. Ti ndër të parët që ka aplikuar filozofinë ta them, disiplinën, nuk e di se si ta emërtoj, jogën në tërësinë në Shqipëri le të themi. Si ka qenë fillim dhe si pritet tani yoga? Më duket sigurisht një kulturë që njerëzit kanë filluar ta njohin më shumë dhe ta përqafojnë. Unë kam bërë dhe vet yoga dhe e di që në fillim mendoja se ishte thjesht një merr frymë dhe bëj meditim, ndërkohë që kur ke provon dikush ashtangën, kupton që është një disiplinë shumë e vështirë. Është shumë e thellë. Shumë e thellë, shumë sfiduese fizikisht, ka vërtet lodhje, kupton dhe do të jesh mendje hapur për ta pranuar lodhjen dhe sfidimin e saj. Dgjoj, kur unë jam kthyer në Shqipëri në 2014-ën, sa kisha filluar, isha I njohur, kam qenë domethënë I vetmi mashkull, profesor joge, se të gjithë ato që ishin femra. A kupton? Përse? Sepse duke qenë se jemi në një shoqëri një çik le ta pranojmë këtë maskiliste, në sensin që kemi një çik një mendje disi të mbyllur, çfarë do të vetë atje unë të rri me këmbë kryqet bëj. Apo të merr këmbë për pjet. Kjo ishte edhe. Dhe kur kam qenë ato fillime që kam ardhur këtu, kur bëja për shembull njerëz që dilja nga liçeni, që bëja kështu, njerëzit kalonin shikonin kështu, sepse bëja ato lidhjet e mia, lidhu domethën kryq, futi duart këtej, lidhu këtej dhe thosh, ç'a bë. Pra, në fillime sigurisht kanë qenë vetëm femra që vinin. Dhe ajo çka është më e bukur, sot domethënë mua më jep një kënaqësi tej mase të madhe, sepse ka aq shumë çuna që vinë që për mua është një satisfaksion, një kënaqësi e pafund. Sepse mbas Covidit këtu filluan domethënë djemt ta përqafonin. Se lidh me Covidin? Janë pasojat e Covidit. Pasojat e Covidit. Po shaka. Ka një gjë pse lidh te Covidi, sepse yoga për shembull, të gjitha, po yoga që një nga praktikat më të praktikuara dhe më të këshilluara për gjatë gjithë periudhës së Covidit. Edhe njerëzit që I kapte Covidi, sepse frymarrjet, është gjenimi, këtu dua dal, që te Covidi pjesa më e madhe e njerëzve ku e kishin frikën? Te frymarrja. Te oksigjeni, sepse atë të mërthente. E kupton? Dhe nëpërmjet praktikës së jogës, çelësi kryesor është pikërisht frymarrja. Nëse di të menaxhosh frymarrjen, frymënxjerrjen tënde, atëherë ti di të menaxhosh të tërë këtë tempull, këtë mekanizëm të komplikuar dhe perfekt që ne shikojmë vetëm jashtë, se brenda është mister. Por frymarrja nuk e ka rrugën jashtë. Ti merr frymë, shkon brenda. A kupton? Dhe nëse ti e ndjek frymën me sy të mbyllur, atëherë ti shikon brenda dhe thu, wow, çka po ndodh. A kupton? Dhe përse djemt filluan ta donin jogën mbas Covidit? Sepse unë për shembull për gjatë gjithë Covidit e kam bërë online hapur. E çunat ishin në shtëpi. Por edhe gocat që vinin yoga me burrat e tyre bënin shtëpi njëri se shikonte. Dhe thanë, opa, unë ndjeka mirë. Wow, shikoj trupin që më mori linj. Shikoj që frymarrja ime është bish. Shikoj që kam ca benefite të tjera, domethënë që ne meshkujve dhe na pëlqejnë, sidomos kur kalon ai prefiksi 45 e 50. E kupton ti vetëm atë, besoj. Edhe thotë, po shkoj tek kjo. A kupton? Dhe, pra, unë them, nisu tek yoga për benefitet e aspektit fizik, nuk ka gjë. Pra ma nisu me mendje të hapur, sepse ajo të fusi në një botë që nuk do të ndryshoj, po të transformoj fizikisht, mendërisht, shpirtërisht. Sa minuta duhet të bëj një person yoga në ditë? Dëgjoj, kur dëgjoj njerëzit që thonë këto justifikimet nuk kam kohë, është si nuk vlen. Jo, për mua them është ai pilafi që ka pirë ujë, hidhi sa duash ti, për mua nuk pi me ujë. A kupton?
sepse siç thash edhe që parë që nëse do shkoje tek ai me këmishë të bardhë edhe do thoshte ndro stilin e jetesës sepse je gati drejt fundit, do e gjesh kohën pastaj çuditërisht. Po. Frimarja që bëre për shembull ti është tipike çiki e frimarja lodhës, sepse gjithë këtë bëjnë bën. Po. Domethënë Ta thaj që i lodhur, ti sot si e ka përjetuar shumë humbjen e Shqipërisë dje nga Polonia. Duhet kishe bërë ca frymarrje diafragmatike, a mund të bëjmë mund të provojmë të bëjmë një om për shembull? Ore, unë apo Bajrami? Pa pushomër për të bëjmë një om tani. Po kishe qenë pak më i qetë. Mos e kthe personale. Ndoshta mund kishe po gol. Dgjoj. A provojmë një om për shembull? Po, patjetër. Ta provojmë si bëhet kjo tani. Ti kthemi një përgjigje një çik atyre të kohës. Është që Mo njeriu e gjen kohën, thamë atë. Mos patjetër. po. Po le të themi të praktika një çik, sepse njerëzit i ikin kësaj, thotë, jo thotë. O bë tani 1 orë apo 45 minuta si o nuk mos e bëj fare. E unë them, bëj 10 minuta. Nuk është asgjë. Ç'a mund të bësh thotë për 10 minuta? Mund të bësh futu vetëm sa të mësosh falënderimin e diellit për shembull. Sun salutation, po. Falënderimin e diellit. Është një nga praktikat në yoga më të fuqishme, më dinamike, sinkronizuese, energjitike, të gjitha benefitet i ka që ti të nisësh një super ditë. A kupton? Dhe nuk është asgjë, hiq 10 minuta nga gjumi jot, bëje këtë dhe dosh 10 minuta. Dhe dikush është e bukura, i them njerëzve, nisë 10 dhe pa i thënë pastaj se kur të bëjnë më shumë, është që çuditshëm e ka gjetur kohën vet. Se kush është ai që kur fillon të ndihet mirë, nuk do t'i shtoj një çik kohë të mirë vetes tij. Nga 10 ti do shkosh 15, nga 15 20, qëndro tek 20-a. Dhe me 20 minuta ti bën një super praktik. Se ke provuar ndonjëherë Mateo, po unë kam provuar. Edhe kur bëja yoga, për shembull, bëja thjesht ato salutimet e diellit, përshëndetjet e diellit. Edhe për shembull mund të bëja 20, 50, 100. Për gjithë ato që si din. Super. Do të ushtrim shumë i mirë. Është pastaj zbret poshtë, është. Domethënë ka një sinkronizim fantastik, domethënë nëpërmjet lëvizjes shoqëruar me frymarrjen, frymarrja pastaj me pjesën e pozicionit, me përqendrimin etj. Në praktikën e jogës, varet se cili ka praktikën e tij. Për shembull, unë kam një praktikë goxha dinamike, nuk bëj një yoga të lehtë. Domethënë nuk e kam këtë. Praktika e jogës është një nga praktikat që mendja jote nuk ka kohë të shkojë të mendoj ç'a nuk bëre, ç'a bëre keq, ç'a do bësh më vonë. Je aty thot, miku krau, miku dora, ku të qëndroj, ngreje këmbën, zbrit poshtë, merr frymë, nxirre frymën, baje frymën. A kupton? Pra, janë pozicione që kalon nga njëra tek tjetra, ku ti nuk ke kohë sepse mendja ka si funksion një gjë. Të shpëtoj trupin tënd kur është në moment rreziku. Kur trupi ka vështirësi të qëndroj, truri do kërkoj, do bëj çmos që ti mos rrëzohesh. Dhe kur rrëzohesh e bën kastile, sa po. Te bëra kastile. Aty pastaj gjen forcën të fillosh sërish. Sepse ky është mesazhi. Nuk ka në jetë dështim, mendimi im ky. Në jetë ka vetëm rezultatet e asaj çka ne bëjmë. Ato çka ti bën, ato frut do absolutisht. Po edhe po u rrëzove Klot, mund të ringrihesh. Po patjetër, eksperiencë, duhet të ringrihesh. Duhet, sepse askush nuk do vi të shkatroj shëndetin e tij që të thotë ty, dëgjoj, po s'ka gjë se jam unë. Nëse ke njerëz të tillë që do parama, çështja është që ti duhet të njohësh aftësitë tua, sa besim ke tek vetja jote. Nëse ke njerëz të tillë në jetën tënde, je një njeri me fat, je një njeri privilegjuar. Mbaj aty. Por mos i shfrytëzo sa herë që ti rrëzohesh, se nuk do njohësh aftësinë tënde, kush je ti, sa guxim, sa vetbesim ke. A kupton? Pra ti duhet shikosh kush je ti, domethënë, përpiqu të ngrihesh. Qartë. Po, sigurisht. Tani ato do na bësh se ne praktikisht jemi në fund të limitet shumë të kishim mundësi të flisnim edhe më gjatë, po ti e di që emisionet e mëngjesit janë shumë të ngjeshura. Isha edhe unë me gocën e mëngjesit që nuk mblat vija më herët. Po. Do ta provojmë një herë si bëhet kjo. Patjetër. Do provojmë një herë? Po. Tani, për shembull, këndimi i mantrës Om në aspektin, edhe kjo është një super ushtrim, sigurt bëhet vetëm kjo, në aspektin fizik, të rrit qarkullimin e gjakut, qarkullimin e oksigjenit, përmirëson njerëzit për shembull që kanë probleme me stomakun për tretjen e ushqimit. Është fantastike për kordet vokale, njerëzit që kanë një zë të dobët. Pastaj në aspektin mendor është super sepse vibrimet e mantrës Om janë aq të fuqishme sa që të shkon dhe të qetëson trurin, truri domethënë shkon dhe futet në një gjendje qetësie, të jep një gjendje force brenda. Shikon domethënë është. Po, vetëm që ka një gjë.
Domethënë duhet përpiqesh që ta çosh është një lloj si puna e këngëtarëve. Domethënë që kur këndojnë me diafragmë. Me diafragmë. Hajde, ka vështirë. Të përpiqesh domethënë. Tani Hajde, ne do bëjmë ca frimarje një herë normal. Po. Pra, që përpiqesh domethënë të kuptosh një sepse gjithë është sa arrin kontrollon ti frymën. Okej, do bëjmë disa frimarje të tilla. Marrim frymë me hun. Normalisht frymëzjera bëhet me hun, po ne do e bëjmë frymëzjerën me gojë. Hajde, ta provojmë, hajde. Gati? Gati. Hajde. Edhe një. Nxire. Gati. Marrim. Sa e gjatë për burr. Ishte e gjatë. Dgjoj. Bëjmë një gjë. Hmm. Do bëjmë edhe një, po do ja dedikojmë të tërë atyreve që na dëgjojnë në këtë moment. Hajde, t'ja dedikojmë Hajde, dashuri. dhe kështu, Mateo. avash ne do largohemi. Sepse po, e me om, meritojmë. me om, hajde. Domethënë ti përcjellim me këtë lloj energjie, Po, ti falenderojmë hajde, që po, ndjekin dhe të gëzojnë një super shëndet. Atë lumë Dhe goja. mbajeni mend këtë mesazh, kujdesuni për veten tuaj se asgjë nuk vlen më shumë se shëndeti juaj. Lodian Murati miq. Namaste. Gati, marrim frym një herë. Nxjerrim një herë frymën. Super. Thellë. Mbaroj, po kështu dhe përcjellim Okej. Klodian Murati, të falenderoj Shumë shumë Klodi, faleminderit. Yoga by Ishte Klodi, kënaqësi. faleminderit shumë.